Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tani të flas për një dyshe që realisht po na mban mbërthyer për ekrani. Një dyshe që të gjithë duam të dim se çfarë po ndodh me to, për një dyshe që unë kam patur komente të jashtëzakonshme, pyetje të shumta që në momentin kur ka përfunduar Top Arena. Besoj e kuptuat se për kë flas, për Mateon dhe Brikenën. Ndonjëherë, ndonjë ditë dua t'i iki këtij çifti, të mos të komentojmë shumë, deri në momentin që ato do të sjellin të rejat më të fundit, por publiku është shumë entuziast për të kuptuar se çfarë po ndodh me këtë dyshe, për të kuptuar se si po shkon jeta e këtij çifti dhe çfarë po ndodh tashmë pas përfundimit të Top Arenës, një nga spektaklet më të përfolura të këtij viti dhe një nga spektaklet në fakt më të dashura për publikun. Kam patur pyetje të shumta, në fakt kam patur dhe mesazhe agresioni, që Tiron mos u mundo ta mbrosh këtë çift, ky është një çift fake, këto të gjithë këtë lëvizjen e bëjnë vetëm për interesat e tyre, këto të gjithë këtë lëvizjen e bëjnë vetëm për inatin e publikut, nuk ka asnjë gjë të vërtetë në këtë çift, nuk ka asnjë gjë serioze në këtë çift. Në fakt të tilla kanë qenë komentet, të tilla kanë qenë mesazhet të disa prej ndjekësve, të cilat më kanë ardhur në DM-n time në Instagram. Tani unë dua pak të komentoj. Ne jemi mësuar që zakonisht të çiftet t'i shohim menjëherë aktiv pas përfundimit të një spektakli, pas përfundimit të një rrugtimi të tyre siç ishte Top Arena. Mateo dhe Brikena nuk kanë hedhur më foto në Instagram, nuk di më se çfarë po ndodh në raportin e tyre. Nga informacionet të afërta me çiftin, do me thënë nga miq të afërt që kanë raporte me Mateon edhe me Brikenën, kam arritur të kuptoj që raporti i tyre është harmonikisht shumë i lumtur, do me thënë kanë një raport korrekt, marrëdhënia është korekte dhe gjërat janë duke shkuar sipas më së mires, do me thënë gjërat shkojnë sipas planit që ato të dy kanë për marrëdhënien dhe për jetën e tyre. Mateo është shumë i lumtur në krah të Brikenës, por gjithashtu edhe Brikena është shumë e lumtur në krah të Mateos. Do me thënë, çifti është perfekt në rrugtimin e tyre dhe gjërat po ju shkojnë shumë bukur. Tani, unë personalisht, duke i njohur Mateon edhe Brikenën, në asnjë mënyrë nuk dyshoj që raporti i tyre është raporti sinqert. Do të thoni pse? Sepse Brikena ka një karakter që ne e kemi parë, do me thënë njeriu mund të gënjen një ditë, 3 ditë për karakterin e tij, po nuk mund të gënjen mbi 100 ditë. Do me thënë Brikena ka qenë vetvetja, pa marrë parasysh si e ka pranuar publiku, a e ka gjykuar publiku, a nuk e ka gjykuar publiku, Brikena nuk e ka patur mendjen se çfarë thot publiku. Brikena e ka patur mendjen se si ajo ta tregon veten e saj. Dhe nga vetë fakti që Brikena që kur hyri në Big Brother edhe tha që qëllimi im është të tregoj veten dhe të tregoj vlerat e mia, unë aty e njoha karakterin e Brikenës që nuk është një vajzë që të tjerët mund ta përdorin për interesat e tyre. Do me thënë Brikena njëherë pikës pari vë përpara interesat e veta, pastaj mund të kenë mundësinë që të tjerët ta përdorin për interesat e tyre. Me thënë gjërat janë korekte, marrëdhënia është korekte, Brikena po kalon harmonikisht dhe shumë bukur me dashurinë dhe me partnerin e vet dhe gjërat janë perfekte. Gjithashtu edhe për Mateo, do me thënë nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë që Mateo do të ulte veten e tij aq poshtë, duke i patur gjitha ato klikime, duke patur gjitha ato ndjekje dhe të bënte një skandal mediatik, ky quhet skandal mediatik, për interesin e televizionit Top Channel për të rritur klikimet. Ato kanë luajtur një rol shumë të bukur, do me thënë kanë patur
një komunikim jashtëzakonisht fantastik, kanë patur qasje jashtëzakonisht fantastike dhe mua në fakt më pëlqen mënyra se si Matteo dhe Brikena e respektuan statusin të cilin ato e kishin në Top Arena, sepse ato fituan një status që e morën nga inteligjenca, nga zjuarësia, nga vlera e tyre si personazh, dhe sot janë duke e gëzuar atë status dhe në asnjë mënyrë, me thënë të drejtën, nuk dyshoj për këtë status që ato e kanë bërë më së miri. Unë mendoj që Matteo dhe Brikena din ta ndajnë jetën publike nga jeta private. Do me thënë, janë të lumtur në jetën private, kanë raport shumë të mirë, gjërat po shkojnë ashtu siç në fakt ato duan edhe i ndërojnë, ndërsa në jetën publike, që nënkupton kupton do me thënë në për emisione, në për pozicione në të cilat u jepen Brikenës edhe Mateos, Brikena dhe Mateo kanë një lloj qëndrimi shumë interesant, një lloj qëndrimi që vërtet i bën për vete të gjithë publikun. Unë në asnjë mënyrë nuk dyshoj në fakt në këtë raport, në asnjë mënyrë nuk dyshoj në këtë dashuri. Jam 100% i bindur që gjërat janë si më mirë, jam 100% i bindur që gjërat janë si më bukur dhe raporti është ekzistent në mënyrë fantastike dhe e bën që çifti të jetë i lumtur, të jetë pozitiv dhe ta shijoj marrëdhënien e tij. Dhe në këtë rast, do me thënë, unë shoh vërtet një Brikena dhe një Mateo që din të dhurojnë emocion të mirë. Nga ana tjetër, a do të kemi një surprizë të bukur, a do të kemi një propozim dhe a do të kemi një dasëm, në fakt këto janë tema që më së shumti përflitet. Unë mendoj që Mateo së shpejti dhe nga informacionet që kam unë, Mateo di gjithmonë të befasoj, Mateo di gjithmonë të surprizoj dhe me patjetër që do të na e surprizoj shumë shpejt dashurinë e jetës së tij, duke i dhuruar vërtet një emocion dhe duke na dhuruar vërtet momente të bukura. Do të thënë, unë e shoh Mateo si një djalë pozitiv, si një djalë me energji të mirë dhe si një djalë që di të bëj më të bukurën, më të mirën për Brikenën dhe për dashurinë e jetës së tij. Do me thënë, dashuria e jetës së tij është media dhe Brikena. Në asnjë mënyrë mos u ndikoni nga rrjetet sociale, është thjesht rrjet social. Njeriu di të bëj, do me thënë, vepra të bukura dhe jo çdo gjë publikohet, sepse nëse çifti publikon çdo gjë, atëherë do të thoni e bën për të ligime. Tani që nuk e publikon, thoni po pse nuk e nxjerr. Do me thënë, dhe ato nuk dinë se çfarë të bëjnë. Nga informacionet që kam unë, raporti i tyre është shumë raport i mirë dhe kanë një komunikim korrekt mes njëri tjetrit. Dua të marr mendimin tuaj.